Përshëndetje shikues të nderuar, jemi me episodin e radhës të podcastit Arena Yjeve, i cili është prodhim i Telegrafit dhe çdo javë transmetohet edhe në RTV Dukagjini. Përshëndetje për gjithë shikuesit tanë. Lavt pa fillu me ftuarin e radhës, mos të harrojmë të përmendim sponsorët tanë, të cilët janë Golden Eagle dhe KGM Sanjon Kosova, ndërsa me neve është ish futbollisti i mirënjohur sulmuesi Enes Zaborxhanes. Mirë se vjen te Arena Yjeve. Faleminderit për ftesën. Tash për shikuesit që janë më të ri, Enes Zaborxha është një nga sulmuesve më të mirë gjeneratës vet, një vinger i hatashëm, lojtari i hatashëm, lojë një me një për kalimet e tij, driblimet po edhe për gollat. Enisi ka bërë karrierë më të madhe, ka bërë në Hys, ky është i vështres, por shumë menojnë që është i podjevës dhe i kalu 70 vjet kalu në podjevë si me Llapin, si me Hysin. Karrierën më të mirë ka pas te Hysi ku edhe ka fituar ftesën e Kosovës. Ka luajtur disa lojë për Kosovën atko. Enes apo na kujton kur ja ke nisur me futbollin hopat e parë tu? Unë me futbollin kam filluar qysh në Voshtrë, ka thonë, domethënë mas lufte, në klubin e futbollit Voshtrëja kam filluar ato si pioner. Ka qenë trener Ridvan Osmani, kena thonë në Voshtrë krejt e Riki. Ato kam filluar si pioner me vëllaun tem Armendin. Tani në ka bashkangjitë edhe vëllai tjetër Adriani. Ato nga dole kena fillu, tani masi kam luajtur si pioner për Voshtrën, kum kalu në juniorat Voshtrës, kemi pasur një gjenerat shumë të mirë në atë kohë, ka pas shumë talentat mëdha në Voshtrë. Bëlet i përmend disa kanë qenë Arben Kera, Bujar Prishtina, ka qenë një gjenerat shumë e mirë dhe kemi liftu për titull kampionit juniora në atë kohë. Masanej kur erdhi koha për me dalë në ekipën e parë, ato i pota kanë disa pengesa për mua, se sipas tyre ne nuk kam qenë bash për futboll me lua dhe më thanë për me gjetë ekip, nuk më pranun domethënë në ekipën e parë të Voshtrës. Nga ato tani shkova te Trepça të Athenon, domethënë në ekipën e parë ato. Ka qenë trener Rafet Prekozin ato. Se Trepça të Athenon luajnë kohë shumë futboll të mirë, edhe me trenerin Rafet Prekozi kom fillu ato me Janis. Ta bon kështu në herën e parë, po. Edhe ato tani ka marrë ka shti si shumë të ri, as nuk më pas kërkan që më përkrova diçka, domethënë kam shku vetë, kam kallëzu veten. Ka qenë kur kom fillu loja me Trepçën 89 Liria, kalu. Loja e parë, ha? Loja e parë, emja që nuk harroj kur, ato si u kry pjesa e parë. Më ka thonë treneri Rafet me hi mundze. Ju më kanë shumë i ri dhe më kanë dridh kanë në një farë frike, kom pas në atë kohë Liria kanë shumë e fort. Lujke Fitim Krusha, Uleks Emra, lujke Besar Cicelia. Kam pas një ekip shumë të fort, edhe ato kom hi në pjesën e dytë kundër Lirisë dhe ishte në 2 gola. Që ato ja pas kanë nisë rrugtimi jote. Ato ka qenë në rrugtimi jam që kom fillu domethënë në Super League për herë të parë që kom. Kush kalon 89 atëra, i mon me emrat, se 89 ka pas gjithë një ekip shumë të mirë, shumë stabile. Përveç Mitrovica Live, po gjatë kjo 2-3 gjithë janë kontakt. Mund me thonë se në 89 nuk u kon fort lehtë me lu për lejtorët e huj, mirë po mu më kam pranu shumë mirë dhe kom kalu ato shumë mirë, moj men ka qenë Shpëtim Fetohu, Kërla, ka qenë Shpëtim Idrizi, Lindret Misini, tash që është drejtori, po. Kanë qenë edhe do tjerë që tash tani ai kanë zonat e epokën e bugarëve, që janë ata futbollistë bugarë. Po, do të patën morën një nigeriane kanë pasë. Ma vonë tani ata, se unë u ktheva apet në Voshtrë. Po. Baba jam apet. Më thamë do të më kthy në Voshtrë. A ju mosh Voshtrës menja që ndru Voshtrë, ndru Kresia, ndru trenerat e kështu, do thotë do të më ardha apet me në Voshtrë. Mirë po unë u ktheva në Voshtrë për hotel Bobës, edhe ç'a ndodhi ato në Voshtrë se jam kthy, domethënë jam lëndu. Apo. E kam lëndu gjurin e komës, po në lëndim shumë gjatë, 1 vjet. 1 vjet kemi të jashtë fusha. Kemi të jashtë fusha të futbollit, edhe tani Voshtrëja rapi ligë çat sezon. Tani ka dalë mas 1 viti, kam fillu nga ka qenë Voshtrëja në ligën e parë me Bes Nikolarin. Po trener. Kemi fillu ato, kam fillu nga dalë, domethënë jemi hin ligën Super League, apet. Edhe peja tuhet tani kam fillu jam shkue
Hës domethënë. Nes, po, hysit bën Ka ofertë qenë, edhe po, më bën ofertë, Hysni Maxhuni ka qenë. trener. Po, trener ka pyet për mua, Kush o ky lojtari? jo, ka pyet se ka ditë që kom luan të thënë, ka thonë, ku është? ai ka mejt koma atë, ai Zabërgja që ka luan të thënë, se ai më ka ftu gjithmonë kontore Unë ishte ne, po, atë. Hysni Maxhuni. Edhe i kanë thonë që po, është mirë, ka thonë do të vjen për me janis në Hës. Jo më shku në Hës në bilet që Hysi stërvet janë atë kohë. Kam shku me vllahun tem Adrianin. Bashkë. Edhe po ja tuit që kam filluar domethënë karrierën te Hysi, bashkë me vllahun Adrianin. Te Hysi, domethënë keni fituar titullin, kupën, Superkupën, domethënë një histori suksesi, një ekip pej më të mirëve, ndoshta më të kompletuarve, të paktën pej futbollit pas luftës në Kosovë. Çush e kujton kohën te Hysi edhe ç'a ju ka bo ekip që ka të fortë? Koha te Hysi, domethënë ka qenë sepse kanë qenë lojtarë më të mirë ato te Hysi, kushtet që kanë qenë përpara te Hysi, mund me thonë se kanë qenë kushtet që kanë star skuadrat. Domethënë kemi shkuar përgatitje ka 2 herë në vet. Kemi pas të gjitha pagat me kontrata deri në 30.000 euro ka pas në atë kohë te Hysi. Domethënë lojtarët gjithmonë kanë këshyrat anën ekonomike edhe që te Hysi ja u ka plotësuar të gjitha kushtet që shtojnë. Edhe kjo ka qenë, domethënë, arsyeja pse kanë dashur me luajtur për Hysin, ka qenë koha jam më e mirë domethënë te Hysi, ku kanë fituar gjithçka ç'a fituar në futbollin e Kosovës. Kemi fituar kupën e Maspore si kapiten. Po. Pat mirë se Diu ta dhëron kupën në stadion Prishtinës, është edhe fata. Po, tani kena fituar titullin kampion mas kupës. Mas kupës. Tani kemi fitu Superkupën me Becën e Pejës, pa të mlunë stadiumin Adem Jashari, Mitrovic. Jam shpoll edhe Gollashenusi më i mirë me skuadrën e Hysit. Po, ke qenë edhe... Menoj që edhe ma shumë golla kisha pas, ti kisha shutu penaltin, nuk i kom shutu kom pas pik do penaltin. As ke dash veta? Si unë alësha, kështu tu mund rejtë, se ju mësue gjithë tu i kaluë, tu i dhën golla. Si unë alësha një vend, vopsha. Por rahat s'mu isha me dhën golla. E kush i gjuj ke mentori, ja? Mentori. Në atë kohë një kohë një treshe shumë e fort, me thonë, këtë Kosova ka full, Zhdrela, Zabërgja, Osmani, me thonë, Mësënaja e... Po, mësënaja e Hysi, me thonë një treshe, pa ndashme bile moj me një sezon të treti një konë në lisë në Gollashenuze mas nalti, teko një pari, labi i dyti, Zhdrela i treti, me thonë, kene thonë edhe gollat e tret, po dhe futbolin që e këni bo, po koni hatashëm në atë kohë. Qysh u marrë shivesh? Po, me mentorin edhe me labin e mi konë me të vërtet një treshe shumë e mirë, ku e kemi ditur që shtojnë përmesh një tjetrin, çka dojnë edhe u shku konë treshe perfekte. Me mentorin jemi kuptu vetëm me sy, jemi kuptu me to dhe unë besoj se ai ka qenë tandemi jam më i mirë në futbollin e Kosovës edhe nuk besoj se do të përsëritet më si tandemi. Super tandeme, vërtet. Do me thonë që kjo koha me Hysin, po edhe me klube tjera, ka bo që ti me konë 7 hera, po 8 herë pjesë e formacionit vitit. Po asë një herë lejtari i vitit. Atë ka met pak peng që kjo, ani është mjaftu shumë i vlerësum për që i ke dhonë futbollit edhe që atë ka dhonë ty. Unë e mendoj se në vitin 2009-2010 kam qenë në një formë të jashtëzakonshme që unë vetëm sa nuk kam hyrë me top goal, vetëm edhe krat me ngjitë edhe mirë po çudia ka ndodhur se nuk më kanë jep atë çmim të lojtarit më të mirë, po e kom marrë Gollashenusin më të mirë, të cilin e kom marrë vetë, domethënë. Mirë po edhe pse nuk jam zgjedhur lojtari më i mirë, në opinion kretë më kanë thonë që Aden, më kanë thonë që ti je lojtari më i mirë po në Kosovë pak ka ndodhur që janë u zgjedh lojtari më i mirë, e ka merituar mentori me kon lojtari më i mirë. Gjitha herë u kon lojtar shumë i mirë po ai e din se edhe unë e kam merituar një vetë me kon lojtari më i mirë në Kosovë, po kjo s'ka ndodhur, paktën je kon pjesë e formacioneve dhe je vlerësu si be trener. Në atë kohë Merdalu bëshin ka 4-5.000 tifaz në lojë sidomos me Prishtinën, me janë kon lojë të forta. Që kujton rivalitetin me Prishtinën ne kemi pas shumë të madh një vit edhe me Trepshën. Ka pas ekipe kështu, po Hysi Prishtina ku një var derbi i madh dhe ka pru shumë shikues.
Po djeva me Prishtinën gjithmonë, edhe ne kam posat i natin e madhe dhe çdo herë kanë dashur edhe kampion mos me dal vetëm me mujt Prishtinën ishin të kënaqur, edhe ajo ka qenë mirë, po edhe në atë kohë Prishtina ka qenë shumë e fortë. Kanë qenë një Sufllumnica, Lejtor, Mentor Mazrekaj, një Prishtinë shumë e fortë, po Azam Ahmeti, Bar Maliqi. Edhe ajo ka bua atë rivalitetin, edhe Skodra Hysit e fortë, edhe kanë qenë edhe lojtë e mira për sy, edhe normal ajo konë një prej që kanë orë shikus me në këshyrë. Ka u konë kvalitetin, dy ekipet. Ti e konë për fillimive të Hysit kër bëhet i fort, edhe deri kur u shu. Cili lejtarët ka befasu i Hysit? Në fillim kër arë ke thonë që kësë bënë, po tani të luj, ka do ke thonë për me ka lejtarë i mirat. Ka kona një që ta ka ndryshu mendjen kështu. Se u kë Hyse ka posë një sistem dhe talentat e mëdha i ka marrë shumë të ri, ka posë lojtarë shumë të ri që në ardhjen zhvillu të Hysi, po edhe lojtarët më të mirë të Kosovës gjithmonë i ka ofru. Po, ka ndodhë me mbrojtjen e majtë Recep Sogojeva, kur e kom po mas pare, kom thonë, a përdojnë qysh e ka të morë këtë lejtarë, a përdojnë lejtarë shumë interesant, ai edhe delke se kontrolloj këtë topin, edhe kur kom thonë, mirë po mas disa ndeshe kom dru menën për to dhe kom po që është super lejtarë. Të rrim edhe pak të Hysi, masi e veç ke bu karrierë gjatë, edhe ke pos, si që the edhe vetë kulmin e karrierës gjatë kohës të Hysi. Më thonë, gjatë kësaj kohë, ofertat nuk kanë mungu. Më thonë, na kujtumi se dytë jemi i konë në atë kohë, pjesë e gazetave, e dim që ke pos oferta nga Shqipnia, Malizi, Macedonia. Pse nuk u materializu as një ofertë? Qa ndodhi? Pse nuk vendose, ku ka qenë problemi? Është shumë e vërtetë se kam pasur shumë oferta, si çdo lejtar kur është në atë formën më të lartën. Kam pasur nga gjithë rajoni, domethënë Malizi është e vërtetë, nga Shqipnia, Maqedonia, të gjitha këto ekipet që janë tash që luftojnë për nalt të Shqipërisë. Mirë, po unë kam pasur një problem që s'ka mujt me nejt jashtë Kosovës. Edhe asnjëherë nuk e kam provu. Kam qenë një herë kam provu te Laçi, domethënë. Kam nejt veç një ditë edhe s'kom e kom po që s'po mëj me nejt. Mërzite me herë. Mërzit me njerë. Bile e moj men hina me full, hina fulla me nonën tem, ato. Edhe i thash nonës as po m'hojt buka. Edhe si m'ka thonë nona kthev djali jem që ishje nonat për krejt. Tha si m'ka thonë nona kthev unë të nesrit, i kom bile ju marrë më autobus, ju m'hy, pas e kom lajmëru kërkën. Jem bu marak tani në klub kanë thonë qa u bu me to që s'po lajmëruhet, veç dhe të lajmëruhet se kem njetë me morë me zërë, me nërë. Në javë se kanë ditë ku jam hesh, tani jem lajmëruhet. Të Laçi e morë vesh, dhe me thonë ketë me kushte me gejnë. Po, me kushte, me kreti, kom pas kushtet shumë të mira në atë ko, kom pas me nejtë në Tiranë. Me stërvitani në Laç mirë, po e kom pas që unë nuk mëj me nejt, edhe më tani nuk kom tentu. E ke njoft vetën. E kom njoft vetën, edhe do më thonë kur më nuk kom tentu, kom dosh krejt karrierin me krye, te Hysi me përfundu. Edhe Renova, edhe për Renovën është interesant. Renova, dikush në Maqedoni një anë për këtë klubet. Po, ka qenë në Renova, atë ku me Belbel Sokullin, lujke edhe Samir Sahiti ka qenë. Po, Samir Sahiti. Atje në Renovë. Edhe më ka thirë Bilbyli edhe Samiri, apo do në marrë në Renovë, bili kam pos me lu në Irland, ku po EF, në atë ku që u kanë ku po EF. Po, ta gjithë shkëshim. Edhe më kanë thirë veç sa pare për i dënë ata të Renovës, edhe Bilbyli Sokulli, më kanë thirë, po jo, kur e kom prevu që në lasë s'ko mujtë me nejtë, më nuk kom tentu me dalë. Me dalë, shpa. Nuk ko konë mirë, për karierë temun e kuptoj ato, nuk kom bo mirë e krejt, mirë po kur e kom po që nuk po moj me, edhe kom vendosë. Ai e pishmon që nuk e ke zgjedhën me lu jashtë vendit. Qërë tash, realisht ti kishe mujt me bo një karrierë bajagit mirë. Për kualitetet që i ke pas, nëse kishe shku në Shqipni, e kishe bo dhe një hap tjetër sigur dikon tjetër. Se kina po ljetarët të tunë që janë dalë për Shqipnis, Bernal Berishën, Liridon Latifin, pi përmeni këta vingera që kanë një pozicit e që e ku, dhe me thonë kanë vazhdu dhe kanë bo karrierë edhe jashtë. Vedat edhe aje pat një po edhe në Teut ka lujt edhe në Best ka vojës tani. Po Vedat Muriqi do me thonë, Vedat Muriqi ka punu e ka bojt ato, mirë po që ku është, të dëshirojnë vetë suksesi. Unë s'kom mujt me përbalu ato, largë me nejtë. Nuk jam shumë pishman,
nuk jam, po edhe për karrierë jam pak pishman se kom ujt qyshta edhe me kon lejtar me lu nivelet larta, mirë, po kjo ka qenë fati, nuk di që të thamash. Qaj hysi, tash unë jam i bindën, qaj hysi që aty në viteve me Jashanicën, Halitin, Papuqin, Hoxhën, Musolin, Juve Treven, Elhami Berisha, vjen Kastet Regja, dhe me thonë, ndrohën bajagi lojtar, po konin një formacion shumë i mirë. Nëse kishëm lu ngarat Evropës, i shkon për ekipëve që i kishëm rri grupet, unë e menoj që i kishëm rri. Qëto konferencat, kishë egzistu liga konferencës, çfarë futbolli keni lu edhe çfarë shikus keni pas, realisht Hysi ka pas shumë shikus, njerëzit ndarta zot zbesojmë, ka pas gjithmonë 4-5.000 veta në merdar kur u lu loja, e në Prishtinë është e nërë edhe 10.000 veta, pe po djevës mi këshy lojt. A menon edhe ti që kishe arrit si Ballkani pezojna? Ballkani pak u kon kopje Juve, më thonë njerëzve, Ballkani shkalu në sul me Ismetin, janë isat lojën sul me lu. Jo e keni luj qashtu për shumë vjetë. Po, në atë ekip që e kemi lujtur atë futboll, dhe ata lejtarë që kanë qenë edhe unë mendoj se edhe si ti njëjtë, koqa ka për ngjoh Ballkani me lojën kur kanë qenë këta me Ismetin. Shumë larg besoj që do të shkuaj ekip, është një magjuni trajneri, domethënë ka kombinuar një ekip shumë të mirë, me një futboll shumë të mirë, ku të gjithë e dinë që ka lu Hysi, vetëm lojë sulmuese. Edhe mendoj që ai ekip do të shkojë shumë lart në Evropë, po të ishte tashti. Pas Hysit të Ajvalia. Po të Ajvalia e Medës. Të Ajvalia e Medës edhe Ragipit, a? Vesh edhe dy fjalë për Hysin. Për Hysin. Pa dolte. Hysi thonë që e thë ti 30-40.000 euro, po për Juve lejtarët preferum shpesh ka pas edhe kerë edhe rata edhe kontratat për tysh drellën e labinotin e dojën kohën edhe ma të mira. Që në këtë kohë tash u bo e zakonshme për marrin edhe banesa lejtarët edhe gjithçka për marrin. Po, rrit standardi. Rrit standardi bajagi me kohën e ju. Një kerë tha pa të ble Hysin ertë, bajagi të mirë. Po, është e vërtet se në kohën kur kam qenë te Hysi edhe unë ma pat blekin një kerë në atë kohë 2009-2010 Land Rover, në gjep edhe belim gocë që bëj hajgore të kemë kur tjetë shpapore mos e shit kje, po hajda për të une. Edhe është shumë e vërtet, në atë kohë ka pas kontrata shumë të mirë. Në atë kohë të gjithë lejtarët e Hysit e kanë pasur mirë. Edhe ka ndodhur se Hysi kuna ka zatet në rrugë, do me thonë, ka je pare, baksishe, 1.000 euro, 2.000 euro, pene naj kafe. Edhe i ka po shumë gjek, ka dhon shumë për futbollin. Me kërë që abune, e shita... Ma ura. Ata ndërrejt, a bruni një të ri. Kalujmë të Ajvalia, të Ajvalia e Medës, si bëthojmë. Edhe të Ajvalia një ekip shumë i fort me trajner Ismetin, edhe për pak sa nuk bu një kampion. Qysh e kujton këtë kohën të Ajvalia? Të Ajvalia ka kohën shumë të mirë. Se dhe atu për të organizu klubi... Masi u shu Hysi do me thonë, une kaluva të klubi Ajvalis, bile shumë vonë kum kalu në fatin e fundit 11 natës ka qenë. Po ti keni prit dhe në fund plët lejtarë. Po kena prit, po që apo buhet me Hysin. Edhe kom vendosim shku të Ajvalia, ato mas pore ka qenë trener Sunaj Keqi. Po, Keqi. Me Sunaj Keqin ka qenë një garë për me mbjetes, ka pas shumë keq Ajvalia në qatë sezon punt, edhe kemi fillu ka dole atu të Ajvalia, i më adaptu shumë mirë, më kam prej, do me thonë Meda, Ragipi, ato ambienti, u konë shumë i mirë për lejtarë. Edhe kemi fillu, kemi pështue mos me ra nga liga, tani kemi shku në finalet kupës. Kemi shku në finalet kupës këndër Feronikeli. Edhe një kon favorit. Jemi kon favorit, sepse Feronikeli lujti të mërkurën baraj. Baraj, edhe pështu në baraj. Edhe pështu në para për ligë, edhe ne e morëm pak atë loj që mjetë peng, si malet, e morëm si let do të na del. Bile e moj meni pa të në morë dhe shamponjat, me festu, e kina pas në shveshtore, përveç me festu mas loje e ndodhi e kundër ta, hopëm atë loje dhe hopëm finalen e kupës. Mas asoj sezonit tani erdhe trener, do me thonë Ismet Mënishi, edhe erdhen edhe përforcime tjera, u bu një ekip shumë i fort me Ismetin, edhe ka pas lejtar shumë kvalitet, po kemi lujtur shumë mirë, po foti nuk ka qenë me neve në Bajag e do loj, bajag e do loj. Shumë loj.
Atmit peng që se ke fitu titullin edhe me Ajvalin, se jeni konë këgja ngatë. Po, jemi kom shumë Që gatë me fitu vitin e në dytë. venin e dytë, jemi kom Feronikli që ato e fiton kupën, edhe pe Janis Feronikli bëhet ekip serioz e fiton titullin, tani titullin më vonë. Me Feroniklin e bojnë garën. Po Të me në vitin. 2 vjetë rënë e fiton Feroniklin që atë kohë. Beli Feroniklin që shë di lojën e pore mujna në Skenderajna. Po, se si luj ke luj në stadium të vetën ata. Erën Prizren, Edhe po neve nuk na dashti fati edhe ndodhi smojtë më bu mjet peng edhe me Ajvalin që si më bu kampion se kom pas qef njerë me Ismet Babën më bu kampion bashkë. Qysh është Ismeti si trajner? Krejt e dojnë lejtartë. Ismeti është, unë e kom kalu shumë mirë me Ismetin, Beli ka ndodhë shumë, kom momente interesante me to, një luj shumë kunder dritës me Ismetin edhe e murën në një top edhe u mënesha si ma heret, tani i buna do vjetë në Ajvali, u mënesha si ma heret mi kalu, 1, 2, 3, edhe kur po kryet pjesë e por, Ismet Baba, tha, po më hina zhveshtore, po vjen Ismeti. Tha Zabi, tha, e ke po tha Rambo nishin, Rambo 2, Rambo 3, tha dikur tha i ke kry lujt vetë, tash Rambo me shuk. Rambo tha bashk me shuk, tha di që ishe bashk puno, jo si ma heret. Po, tash të tha, dojnë femi tha, Rambo tha me shuk, tha jo tha si ma heret që i ke kry, Rambo nishi vetë, tha Rambo 2, tha Rambo me shuk, bashk. I ka të porta vete. Pas Ajvalis të Drenica dhe Trepça, që shi kujton këtu ko? Pas Ajvaliste, po, kam kalu në Drenic, mirë po, Drenic 6 muj kam nejt, nuk kom mujt fort me shku atje, sepse unë jam edhe i punsum punë. Po, që e kem pyetjen këtu, gjatë të në karrierës lati ke mojt 2 puna, je zyrtar në stacion të autobusave. Po, se s'kom mujt, do me thënë, e vendosa mësë me shku me luj jashtë edhe kom dosh me gjetë një punë, se sa isha tani futbolli po. Futbolli shkort normal, po, edhe kom siguru edhe një punë. Po. Kjo kanë. Arsyeja pse nuk e nejt shumë, domethënë s'të përshtat ke orare edhe udhëtime. Po, se ato kam kalu shumë mirë, më kam prit Drenic, domethënë jam i lumtur, jam krenar që më ka ra pak me lu për Drenicën, siç dina çka ka dhënë Drenica për Kosovë, kështu. Mirë po më ka ra me veshë dhe fanellën e Drenicës. Edhe Trepça, përmenit e Trepça kanë respekt madh për ty. Familja Agjiu dhe më kanë dhënë shumë për futbollin, mos të harrojmë janë që sa vjet në futbollin e Kosovës edhe mundohen me majt atë klub. Mënyrën e ty në, po të Trepça bajagi do vjet mira i ke kalu edhe je një farë lojtari simpatik për ta. Është e vërtetë se kom kalu edhe të Trepça shumë me Nezmedin Haxhiun, jam kanë shumë i kom pas marrëdhëniet e mira. Ai ka dashur lojtarët e mirë, i ka dashur Nezi gjithë. Edhe thë i kam dashur lojtarët edhe problema ka pak. Se kam problema, dhe i kam pak si kom dashur. Kom kalu mirë ato shumë. Te Trepça kom kalu ka një kohë të madhe, kur ka qenë edhe në Superligë Trepça. Ka qenë kemi pas ekipin e fortë, Erdin Hashanin, kalu Lahuta, Leandro Krasniqi. Edhe kemi luajtur deri i kundër Malmës. Mirë po kemi humbur shumë keq. Po 5-2 më duhet 5-1. Pjesën e parë ka ndu 4-0 kundër rezultatin. Shumë ata janë shumë të fortë. Edhe moj mend si shumë suna në Kosovë kur dilke topi na out me pushu ka vak. Ato ja vllazhin ata fëmijë topat me era ato. Tempo sol ke heq. E kena njek topin, ja na 45 minuta veç të e njek topin. Kur na veke topi s'më shumë veç. O do të ladh, po të e njek. U dërzaj shumë në herë. Edhe këto se harroj, edhe se harroj ujë. Ata ujë që është me vitamina, ata që kanë të ashtu që janë normal, atër s'kishëm pas, na e peshëm atje si suka. Banale. Edhe këtu me Shqipninë më duket e luni, lojnë që e bën një asistim që kundër Albaniakun tani po kundër Shqipnisë. Kundër Shqipnisë e pranon topin edhe në mjekonve direkt ati mbrojtësit edhe gjumë zonë. Shpëtim Hasani. Shpëtim Hasani, i sot musi që ka lujt në Suedi. Shpëtim Hasani. Po edhe këtu ka qenë me Albaniakun, jemi mbledhur në Hotel Victory, ka qenë shumë mirë, një fillimi domethënë i kontores Kosovës.
Një kondo lojtarë interesant atë, një ekip i mirë i ri. Po, një ekip interesant ka qenë. So kryet me ai loj, një mos gabosha se boras Më duket 3-3. 3-3. Po, edhe shikues ka pas në Google keq. Pak fush Allah. Duka gjin goshëm duket me një gol të mirë. Mirë, e Barazan, po ja kanë që generosa. Shumë e mirë. Enis, domethënë për këto vjet, domethënë që ka lu futbollin e Kosovës, e përmend që ka pas gjatë gjithë kohës ekipe të forta, Prishtina, Niko, Trepça, 89, Ferroniki, Besa, Valia, Besa. Edhe tash me do e mos je përball me shumë brojt të fortë. A po na tregon me kon e ke pas ma vështirë si kundërshtar ose me kon ke pas shumë probleme, me thonë pi apritej sët me lu se ko me... Unë e kom pas si futbolist e deni shumë një të fort, një me një, mirë po me najmë Kodralion që ka qenë e kom pas shumë probleme to. Me to s'dhe isha heq se e ka lojsha po ka i kom të gota, petu më dzake. Po edhe me to heq më isha me përshtatje, me heqeq. Një me një. I mbrojtësi që u konë se tjerë nuk ka pas, që më ka orë rënë. E na një ma josh për që e ke ditë që ka pak për të... Se për s'ka parë mbrojtës atje në konë ma torë, për po. Kanë sjell, ka pak e kanë shkele. Kanë sjell, ka pak. Sot me varë të i kështë qitë 2 veta me të kojsh 20 minuta të varë. Për pora jenë hi shumë është e vërtet, shumë kanë lu ma ashper, nuk na kanë mbrojtë shumë referat si tash. Mirë po dufke me logaritë që edhe do të me kalu edhe do të me ikë mos me të vroj. Mirë po ka kaluaj ku e moj me ai Blerin Berisha i Trepçës se kun bajagi ashpër ai mbrojtësi i madh. Edhe ai ka qenë po shumë i fortë ai çdo sulmues ato papuçi atë kanë det papuçi atë kanë shumë bëgë karo me papuçin me lubash. Po ka qenë edhe ai Taboku i vllaznia. Po edhe ai ka qenë mbrojtësi i ashpër, ka qenë edhe ky Kreshniku referi. Vula po edhe vllaznia. Edhe ai ka qenë lojtar i ashpër. Ka pas atëherë mbrojtës atë janë bajage. Po, neve me keqa që na kanë mbrojtë shumë referat, që në kanë kushtet që tash që janë, po, shqyqër kena pështu mirë. Do më t'ja bëjmë pak dhe si pyetje. Përveç bash lejtarëve tu, do më thonë, cilët janë konë lejtarë që t'kam pëlqy për ekipëve tjera, që për një me këtë thonë mirë, me morë në ekip me pas, po, me thonë, të kisha pas edhe qëto të andeme, na kish ndreq lojën, ose na kish forcu mbrojtjen. Në atë kohë e moj me për lejtarëve kështu që kanë qenë për ekipe tjetër, më ka pëlqy Soflumnica, shumë, mas shumë t'i gati më ka pëlqy, mes foshor ka qenë Bardul Kaqiu, në Trepçë, Prishtinë, mes foshor, që shkojnë Suedi, po, në Suedi, këta dy janë konë që kom pas shef me lu një ekip, me ta mi pas bash lejtarë edhe në kohën, edhe në hës mi pas, se më kam pëlqy loja aty në stilit ty. Po i Sufi bile u konë, sa ka shumë si stil të njëjtë, e kini pas me i, Sufi shumë lejtarë i mirë. Tash realisht i ke lu deri vitin e kalun gati, te Mitrovica. Gjithë këto vjetë futboll, aje përmbush për futbollit, aje i knaqe me ato që e ke arrit të në këto vite, realisht ti ke shënumi 250 gola, për ty në 170 janë bënë Superligën e Kosovës, një për golla shënuze më të mirë të Kosovës i. Pa ka që i shënujnë me 100 gola nëse i llogarit, edhe tash. Aje i përmbushën me karrierën që e ke pas. Po normal, zdi që më nëjë që deri dikun jam i përmbushën, mirë po pak ajo më pengon që unë s'kom dal jashtë me lu, se ka qenë që ai problemi që si ka më herë, domethënë s'kom mujt. Mirë po deri dikun jam edhe i përmbushën Kosovë, sepse kam arrit gjithçka të gjitha, domethënë futbollin e Kosovës, ça fitohet, kam lujt për kombëtarin e Kosovës, qa ke mujt me kam qenë gjithmonë formacionin e vitit në Kosovë, shumë vite, edhe tani te Mitrovica që ke shku po, në fundit. Mëj me thonë se kom kalu shumë mirë ato në ligën e dytë, kam qenë kapiten,
I kam jep 25 golla. Edhe pe paullit, po pa të vëllë ustadhe pe paullit, ja që nisëm në të isha një vep se ja kanë Leslie. lanë paullat, ma herët, Marroko që atë një. që jo, si janë, Edhe ku kanë shumë interesant, ku më thonë po du me përfundu karrierën se s'kom dhon gol kur pe gjujtjes lirë. Tu menu kështu thash kur s'kom dhon gol du me përfundu karrierën pe gjujtjes lirë. ja, Ku kanë viti i fundit domethënë që ai golla që kam që pe paullit, Ai paullit. kur më dul pe paullit, ta që kam shumë paulla ma herët, Edhe sa mirë që më shojka. s'kom ditë vjom shovi që atë varru. Edhe do të thonë ka qenë Në sezon shumë i mirë, po. Hinëm në ligën. Në ligën e parë që si vjetë këta realisht nuk mojtë me qëndru. Po, vazhdova 2-3 loje me Mitrovicën e poshtë që Niveli ma naltë, po, nivelin e orë kuha që ma mirën e me lanë. se me la. Se më mlon futbolli, e vendosa dhe e lash. Përfundova, nuk ishte lehtë, po do të më mësu në ashtë atashti djali Po, e fillon ka dalë, ka fillu. se volëm edhe laf para se mi, gjithë 5 vjetë ka një zabërgja del në futbolin e Kosovës. Edhe ky sulmusi Dinamos tash edhe djali jot po thonë ke që është shumë talent i madh. A në Rami Sadek po? Po në Rami Sadek, po të grupë mosha u 13. Qysh pjec? Mirë është të ecë, mirë ka fillu e dën futbollin, po jep golla, po asiston, unë e pe kritikoj. A është ma shumë se te a? Është i fort një me një, Është i fort. e ka të lindë një me një, po menoj se koha e tina është ashtë më e mirë shumë se jemja. Edhe me një shkollë ku Po i nuk e jepi. lop me nejt ato veç në Kosovë, si janë e qikom nejt, nëse janë nis, po besoj se do ta shtyj për para. Tash Edhe- është edhe ma ndryshe, po, më edhe është ma me shku ndryshe, vetë po, pa kushtet, viza me... Edhe më nesh me shku në vende pak ma të mira se na që u du me pas një trampolin me shku në do vena, tash të shkon ma let në do vena ma të mirë dhe do të minajt gati djallit tash. Po anis shumë mirë. Tash i Se kena grup mosha atu 15, u 16, u 17. Bon e ki i mirë, dikun ki me lu të Kosova dhe edhe ki mu vrejtë. Më thonë është peshosh shumë lejtarë që po lujnë këtë grup moshat e reja, ka bajagi talent. Edhe një pytje, kështu për ke punu me shumë trajnera. Dhe me thonë, sidomos të hysi këtë trajnerat më të mirë të kohës, dhe me thonë, Gent Soja, Bilbil Sokoli, Majuni, Fadil Jan Ademi. Prekozi. po Bile Filian Brekazi, Arnon Morina, Gent Soja, Afrim të Volani me këtë ka ra me punu. Cilët janë konë ma të veçantë karrierën tënë që të kanë nimu ty mas shumë ti? Po, une do me thonë, na me trenerin Hesni Majuni, kemi pasur që shtojnë ato si një farloj prindi, na ka mësu me lu, shumë senet na ka mësu, që na ka mësu Hesni Majuni as një trener, nuk më ka mësu në futbol, do me thonë që është ditë Hesni Majuni ka një trener shumë i njoftë në Kosovë, ka pas prevoj edhe në atë ku. Një Jugoslavi me Prishtinën, me Trepçën. Me Trepçën, edhe ai e ka pru edhe lojën e hyse që ka qenë, do me thonë ajo konë loja e Hesni Majunit, edhe ato do me thonë nuk e kena llogarit si trener, po edhe konë si prind kështu me neve, dhe konë shumë i afërt, edhe na ka mësu shumë futboll. Hesni Majuni dhe me thonë është trajneri që ju ka nimu mas shumë Që ti. më ka nimu mas shumë ti edhe që kom pos për zemër ashtu, do me thonë. E nes tash, do me thonë mas pensionimit, nuk shkoj shumë ku larg futbollit, apet ju ktheve futbollit, po tash pej largi, do me thonë një pjesë e skautimit. Pej snalti tash. Ama let letë tash me qy. fush anë tribun. Do me vallaj. thonë se për Salamat. njerëz që se din, momentalisht është pjesë e skautimit e llopi për zbulimin e talentëve në për Kosovë. Qysh po ec puna, fillimisht se ja ke nis Po. vonë tash. Po është e vërtet, familja do me thonë e Batatina kanë dashur më respektue, më marrë në klub. Unë licenca nuk kom pas, s'kam licenca, më mbu trener, Po. nuk kanë mujtë më mbu trener pa licencë, diçka, edhe ku me ta gjetë një vend për me nderua, për dhe me të marrë në klub të Llapit, do me thonë, edhe na ka rënë mend që kjo që unë më mirë me qitë punë tash në ekip të Llapit. Kam filluar me disa lejtari, jem të i këshyrë, të i përcjell, edhe tash në fatin do me thonë qeshurit, i kem të i këshyrë, Po, mi ofru. Mi au propozu. Po, mi propozu, jem me Tahirin non-stop kontakt, edhe mirë të shku puna, i falemnderoj do me thonë familjen Batatina, sepse s'kom dasht më mirë për të kallëzoj me futbol, me futbol
Me pushu pak me pushu dhe s'kom dash që më merr me futboll të Kosovës, tu i po Lëshën futbollet e nas, lëshën. tu i po sene qysh po bujnë gjinja tash, qysh po rrosën, qa jenë të bujnë gjendje me bujnë gjithçka për me konë ato, mu nuk më ka interesu kjo, s'kom dash besoj në heq as më merr me futboll, as heq. Mirë po ka qenë klubi Llapit Tahiri, familja e tij që kanë dashur më angazhu mua dikon edhe tash të jam pjesë e klubit Llapit ato. Sa ka talenta tash me qenë se vi për cilë grup moshat e reja. Ti edhe si i detyrum djalin me shku me këshyrë dhe me këshyrë dhe tjerë të lu. A ka talenta në grup moshat e reja? Ka shumë talenta, ka domethënë shumë i shoh edhe tash i ka talenta në futboll të Kosovës. Lojë që pikëshyri disa U16, U17, ka shumë mirë, po një rregull shumë në Kosovë, shumë i keq për me dalë s'pi jepet shansa hiç lejtarëve të Kosovës, lejtarëve të ri, me dalë me lunë ekipor, po marrin lejtarë shumë të huj. Nga se me vetëm i Llapi është, që ka. domethënë tu ju dhon pak më shumë për parësi talenta të ri lejtarëve të ri, tash ky djali Arianiti. Që që jepi golla. Gashjoni, Tatina e ka atë guximin. Po gjithë e ka pas. Ka guximin i shtën. Është Diyarbakır. Gjithmonë ka. Edhe ka atë guximin gjithë i shtën, domethënë loj bravo i qoftë, edhe është më mirë sa më shumë me lu lejtar trin me marr peshë dhe vetë futbollit gjithë çdo ekip. Edhe mas kosta është më ulët. Edhe me buni rregull që bile me lu 2 lejtarë në 20 vjet në çdo ekip. Edhe ti po pajtohesh që domethënë do të më kthy atë rregullin që kon në 29 pas. Po. Një kon në detyrueshme në bank, një kon në formacion që më ju dhon se shumë kohë të ka qenë kecë veç 5 minuta, sa ka qenë veç. Ja veç ishin po dikur e bënën kulturë se në fillimin ndrejshën, e mon se shteshin triun e ndrejshën mas 10 minuta, po dikur janë nisën me mojt se e pon që ka lejtar të mirë. E po edhe lejtarë që po vinë nuk janë ku me ditë sa kvalitet, vetëm po i marrin pagat edhe që janë kvalitet menaxhera që i kenë aton, po edhe menaxhera. Përfitojnë menaxherat. Edhe shumë tash ekipet që edhe se Llapi po edhe Prishtina e ka një gjenerat 3 Bajagic tash me lojtar 3, edhe Malisheva u mënu gjithmonë me po edhe Ballkani kur e pat ekipin vendor 100% e pa suksesin më të madh, domethënë lojtarët vendor e japin më të mirën për ekipet, më shumë se tujt. Kjo është e vërtetë. Është si punë edhe. Finali e kupës Prishtina Llapi. 10.000 shikus 12 maj, sigur të mi shikus e s'ka që jenë ndryshe. Derbi rajonal. Rajonal, mendoj që do t'jetë lojë shumë e mirë. Prishtinës nuk i shkon me Llapin, as me Hysin si ka shumë. Interesant, nuk unë mendoj se 50-50 do t'jetë, kjo është finale edhe. Po. Dyja vjen shumë. Presoj që do t'jetë një ndeshje shumë e mirë. E nisë edhe për fund, të vesëm pak edhe për futbollin evropian. Na që fasi Barcelonës. Po e dim që e fasi Mesit e i Barcelonës. Qysh ishe gjysmë finalet e Barcelonës me Interin, gjysmë finalen tjetër Arsenali me Paris Saint-Germain, edhe kush shkon finale edhe kush e fiton. Po tash ti më thonë janë tham Barcelona. Se ti vazhdo. Unë mendoj se po flip po thonë ta të Interit, tifozat e Interit që ka me kon loje e shtirë, ka me pos Barcelona, por unë mendoj se mas leti ka me pos me Interin Barcelona, stili që shë lunë Barcelona me Interin, unë mendoj që kom ju përshtat stili edhe besoj se Barcelona do të shkoj tutje, ndërsa loja Arsenal PSG mendoj se Arsenali do të shkojë në finale. Kam besim në finale e 2006 më përsëri kuadrin e trajneri Arteta, domethënë është një trajner shumë i mirë dhe është luar Arsenali shumë ma pjekën se vitet e kaluara. Edhe mendimi jam është që do të jetë Arsenali me Barcelonën në finale. Fond PVD ka Barcelona, pasi ju afru ka zgat. Po tash e kanë mujt tan 2006 është ai imun Arsenali ja. Sot kemi rri në finale edhe se fiton Barcelona sot e nisi. Unë është e barabartë. Me Realin ata kallzon që din me lumë të mëdha. Unë jam tifoz i Barcelonës, mirë po me kon nashta kisha pas çep për shkak se Arsenali mu ka dhimbë edhe që atëherë që i ka ja kisha dhonë gjithë ku, po ja, kur janë finale, edhe s'ki qef me u, me vlau me lu. Jo, po thamë që të... Fërkat ma të mëloja, kur luishin futbol për para. Mja u bu qeve të Arsenalit. E nisë, për ty, për karrierën tone, kena qa me full shumë, po
ka që janë minutat e rezervuar, na të falenderojmë shumë mas pari që ke gjithë ku me konë pjesë e juna, edhe normal që të urojmë shumë suksese këtë punën e re, Sa ma shumë talenta. sa ma shumë talenta me sjellë futbollin e Kosovës. Faleminderit edhe për Juve, sepse unë nuk jam fort që dalë në për televizion e kështu mirë, po Juve ju një mot edhe jena që thonë ma që më 2 po orë, ka qenë nuk ju më refuzu për me orë, ju për diçka, po unë vetë s'kam qef me dollë në për media, në për kështu ju iku pak. Do, gjithë ke pas këta, edhe lejtar kur e Po, konë. është e vërtet që gjithmonë ju komikës, ju më konë fort që Edhe aty ke vërtet. E nes Faleminderit shumë, faleminderit shumë shumë. suksese. gjithashtu faleminderit respekt. Shiku se nderuar pa harruar t'i përmendim edhe njerë sponsorët tanë Golden Eagle dhe brendin e minior të vetura nga Korea e Jugut. KGM Sanjon Kosova, ne ju falenderojmë dhe shihemi në javën e ardhshme.